Qysh kushite? Ej, qysh mëna? Jo, dol? Kjo vajzë që mes ulërimash po mban një thik në dorë është këngëtarja 23 vjeçare nga Prishtina, Anisa Veseli, ndërsa personi përballë saj është Nardi nga Shkodra, i cili po përpiqet të do ju a tregojmë rrugës. Jeta dhe karriera e kësaj vajze ka qenë me shumë sfida, suksese dhe zhgënjime, por sfida më e madhe kishte të bënte me stabilitetin e shëndetit, të cilën ajo me shumë guxim e përballoi dhe e fitoi. Ne të Piranjave e njohëm Anisën ato rrethana të vështira që kur përballohen së bashku, konsolidojnë raportet mes njerëzve. Jam të një shumë mirë, kjo është akum dosht, faleminderit krejtve, ju doshëm. Krahas ndihmës për kapërcimin sa më shpejt të situatës shëndetësore, bashkë me këngëtaren, ne të shmontuam një histori mashtrimi që kishte për protagoniste agjensin A+ Medical Solution dhe titullaren e saj, Lena Krasniqi. Ne ka dhoni premtem, të cilin Anisa ka qenë në dieni qysh prej ditës së parë. Edhe ju nuk e keni përmbajtur? Jo. Tashmë kjo histori ka 10 muaj që është mbyllur. Anisa është rikuperuar plotësisht, sa për Lenën, as nuk e kemi ide nëse ka vënë mend apo vazhdon të i trajtoj klientët me metodat e saj as pak korrekte. Por ne nuk jemi dhe aq mirë sa dukemi, madje nganjëherë bëhemi shumë të këqij, siç ndodhi në atë mbrëmje të 27 qershorit të vitit 2025. Taulanti, autori jon, ndodhet në Prishtinë dhe nisur nga njohja që ka me këngëtaren, e fton për darkë. Bashkë me të, drejt kryeqytetit të Kosovës, ka udhëtuar edhe Nardi, kushëriri që bën edhe shoferi. Pasi autori është takuar me Donën, Piranjën ton të Prishtinës, të dy ulen për të pritur këngëtaren, e cila nuk vënon të vijë. Si janë familja? Mirë, shku ndete. Ndete? Po ti pse s'pas ke lviz, apo ke pas një punë? Jo, kam të punë, edhe ka është smut me infuzion, që. Par zoten. Edhe një kam pësët më shtu me marrë, po kam është më studio. Do të me kryne kongë, se të prantën kam e bonesë, kam një qizu në emisionet. Ku po përqendrohesh këtë periudhë tash? Ku jam të mirë më shumë me marketing, me YouTube. Në më pak se 1 minutë, Anisa ka treguar të gjitha planet, projektet dhe hallet që ka. Por ka ende. Jetë në ishë profil? Jo, jetë të najtë për tuke. Shtu shkon pas që aty. Me jetën tonë ishë personale? Mirë? Mirë? Duket se gjithçka shkon tepër mirë për të. Shihet që është e lumtur jo vetëm që u takua me ne, por edhe për jetën që po bën pas asaj ndërhyrje kirurgjikale tepër delikate. Ndaj, për ta prishur pak të atmosferë, na duhet ta provokojmë në diçka që as vetë nuk do ta pranonim kurrë. Po diskutoshim sot për këtë Dua Lipën, Po. A peti lajmet që Shumë mirë. që i ka thani jo atyre. Që jo, të me nume të. Se që ju thoni jo, lekut Se, që me nume. Miliona euro. Qëfar miliona euro më re që nga kam buën të neve? Ja, okej, po kjo është artë më. Po artë, po së shkot në vend në Permikos. Kur njët, heq. Edhe ti si ka tjetër, Do e miliard, të thamë ishtë në tavolin qëtë me kur njët, heq. Unë asë nuk i bia ne. Asë nuk duk unë heq me pas më të. Asë nuk shkon, nuk kalën ka se bia kur? Baba e Anisës ka 14 vjetë për gjenanisme. Babën e kam veteran të sëna. Aha, e di e kam pa. Allah e kofta soj. Kur njët, heq. Sa ishë shkutera? Unë po, për milion euro? Në me kilo. Milion euro janë 1 milion euro, me? Në që respekte që kam për ti, S'po ki ma respekt për mundësh? Jo, qysh për respekt. Ja, në gja, atin si... Shumë njerë që thonë që nuk ngatrohet arti me politikë, po kjo së politike, kjo ma shumë se politike. Jo, diskutimi është që jemi, dhe më thanë, ecë koha për para, dhe kuptohet, ata fanë sa mund t'jenë nipat ose mesat dhe aty në kriminellave, për shampu, nuk janë kriminellat vetë. Ata janë kriminella. Edhe fmit? Krejtë, në muhe, qa kosër janë kriminella. 23 vjeçarja, jo vetëm që nuk është dakord me autorin, por nis të shfaq dyshime për qasjen e tij. Që na kanë bua familjen e këtë, na kanë masakru. Ona, që jam do të thonë një familje shumë patriote. Edhe unë një familje patriote. Duket se në këtë tavolinë darke nuk është përballë saj ai personi që e respektonte aq shumë. Po më duket vendi sigur po më ashtu, po më thumon mund tash po. Sulmaj po,
S'po më pëlqen që ky mendim. Mendoj që jena në demokraci dhe Në fakt, për këtë argument kaq delikat, nuk mund të ketë demokraci. Prandaj Anisa tregohet tepër kategorike. Kjo ka më drastike, më agresive se ti. Shumë. Vërdet. Wallahi, me bom gojë këta. S'ka gjë. Çfarë sa di? Raka loshi. Pas këtij demonstrimi të shpirtit patriotik, sidomos kur bëhet fjalë për armikun e përjetshëm, biseda ndryshon, sepse qëllimi i kësaj tavoline nuk është marrëdhënia me serbin, por diçka shumë e rëndësishme për cilën kemi udhëtuar për 3 orë nga Tirana në Prishtinë. Në dona, unë këtë thanë gja, Anisës. Ne kena një situatë jo të mirë, atje. Te Piranjat, për emisionin, unë personalisht, edhe kjo, edhe emisioni. Po Anisa çfarë hyn këtu? Ajo na ka në gjyqni. A din ti? Lena Krasniqi. Ajo na ka në gjyqni. Çfarë ka bë? Na ka hap proces gjyqësor. Kur? Mund të ketë një muaj e gjysë 2. Që ju ka qitë vendësh për çka? Për çfarë arsye? Për shpifje. Për shpifje? Që më ju akuzon për shpifje? Ashtu është mendimi i saj. Ti marr avokat? Kena marrë avokat. Edhe për një atë jam në këtë sikletin, sepse avokati jonë na tha që ka folë me avokatat e saj. Avokati jatë ka folë me avokatin e saj? Abe. Vajza befasohet se si një person që e ka dëmtuar kaq shumë ka kurajon që ta denoncoj për shpifje, por tani na duhet t'i themi edhe diçka tjetër. Edhe shkurt muhabeti, ajo kërkon 100.000 euro prej nesh. Qysh? 100.000 çka? 100.000 euro. Dëm shpërblim. Allah i ka për ajgore. Në fakt po, hajgare po bëjmë, por Anisa ende nuk duhet ta di, prandaj do vazhdojmë lojën që kemi nisur. Të ndame, jo të gjitha. Nga emisioni, nga emisioni. Por mos më qitë gjyq. Pikërisht, me myll situatën me paqe, pa shku në gjyq, 100.000 euro. Sidoqoftë, ka edhe një variant tjetër, më paqësor. Ose në kundër, kërkojmë falje publike, televizioni, unë, edhe kjo, edhe ti, edhe baba jatë. E kupton të shumë? Ka ba një ditë. Vëllai tu ka me qilë dhe ta shkoj. Me 100.000 euro, le djanë të kërsa të shpjera atje branja, se le të më shkru mu le të vilit me 100.000 euro, dhe ka dzejta në shqet me 100.000 euro. Problemi është se na është qep shumë keq. Avokati jonë, në një farë mënyrë thotë që rrezikojmë thotë me këtë situatë. Për çfarë rrezikojmë? Këto që dole për titull na i kena faktet këtej, kena bisedat, i kena edhe në shumë mirë, apo të insanët janë qysh. Po, ata janë kap pas faktit që ne kemi thënë mashtrusja. Po mashtruesa përderisa u dol, ka kreditim publik. Ka thonë që e kryen operimin edhe me shku edhe me një YouTube i ki krejt me faktën. Problemi është avokati thotë që po su bën kjo, ne rrezikojmë me pagu 100.000 euro. Anisa merr situatën në dorë dhe jep menjëherë zgjidhje. Veç shkruja sot për merë Anisën. Ha ke qashtë, Po, merru, po, pra, shiko. Veç me mu, se qërë kjo ka nisë për me, një marë të në ditë të jo. Su kene tiro dhe më thonë Anisë, qështu, unë i kumë shkru e donë, su kumë full me e donën. Jo, ato është te unë e drejtëna. Këngëtarja 22 vjeçare po mundohet gjatë gjithë kohës ta kalojë si përgjegjësi të saj atë përplasje me Lena Krasniqin, e cila sipas planit ton kërkon 100.000 euro, por kjo që diskutuam në tavolinë nuk është e gjitha, sepse në Prishtinë jemi jo për ta detyruar të paguaj, por për diçka që mund të na shpëtonte të gjithëve nga ky siklet. Ajo kërkon falje publike. Do thonë Po, me gjithë respektit që jam për ty, unë nuk me do, kur njët. Anisa është kategorike. Fytyra e saj merr një tjetër pamje. Falje nuk ka për asnjë arsye. Pavarësisht të respektit që ka për ne, kjo gjë nuk bëhet. Pik. Që kam ka bo ajo, edhe ne që më kalu në shkoku i saj, se në ku ka laj, me ardhë dikush me ta ofru të një ndim, edhe nesër në të hekë, me thonë, jo, ne po përfundu. Unë më quta është me thonë, më falë aso historie. Jo në store, jo në video. Pas të video më nuk o shumë, sa, që unë qëto për të thonë. Shkir, i që zëmë me në telefon, edhe që aja ty që të ka thonë Anisa, drejtoj të Anisa, fërmë Anisa, dhe të milip më leqin Ne gjatë avlantin, në zënë me halë benzin zjarit. Jo, ti jetë sa tush, Në zënë me zbut gjanë. Po dalim të kërkoj asaj folje për sani që ka bua, ason shumë, sa më re, jo e do, ason bu, jo, nësë më i më qësu, Unë e se kësha kërku falje, heq. Nardi. Pasi dy vajzat kanë mbetur vetëm, Edona bën përpjekjet e fundit për ta bindur mikeshën e saj. Unë me do një kërku folje asaj.
Po ne. Për çka mi kërku falje? Edhe më ti ke pas mas shumë të nevojë në të këna në ta. Për të shkua ti me në net një rafë. Me dojnë, po të kuptoj shumë mirë, po në me dojnë kërku falje asaj. Negociatat nuk po shkojnë si duhet. Ndërkohë Anisa e ka kuptuar se ftesa për Dark nuk pas ka qenë dëshirë për të takuar një mike, por diçka e kurdisur. Dhe këtë e tregon më së miri fytyra e saj. Ta shpjegova ç'është se fillu me bisedën, e kupton. Situatën nuk e kemi të mirë ne. Ti je më komode, nuk e ke të lidhur me punën të gjanë. Mas forë më komentojnë për i shajnë e sanë, ta shumë e dojnë kërku falja shumë me njerëz që përni me që kësan u konë rana na i sana. Këtu 14 shufra une që i ka me 38 pejë në shpinë, që ka dëshkojnë këtu. Ne po flasim si miq. Që ju konë shumë për zamër. Po. Ka dzova me këtë respektin që kom për të dy juve, unë që të sanë s'mene po. Me këtë që sapo tha, Anisa Veseli na ka dhënë të kuptojmë se kjo bisedë duhet mbyllet këtu. Asnjë raport miqësie dhe respekti nuk mund vihet mbi dinjitetin. Ai që kam jap 100 euro. 100 euro. Ne mund kërkojmë vetë falje. Po thash të shkoshim gjithë në një linjë diskutimi. Autori përdor një metodë tjetër për ta vënë në siklet këngëtaren. Fundja mund të bëjnë edhe pa të. Me gjithë respektin, se ç'a bëjmë ne është puna jonë. E kupton? Me gjithë respektin për ty. Ne kena hallin që të shkojmë në një linjë, pra falja të jetë e përbashkët. Këtu janë vënë disa kufi. Askush, qoftë edhe një këngëtare që e kemi për zemër, nuk mund të na mësojë se si të sillemi. Gjërat duhen ndarë një herë mirë. Ne mund ta flasim edhe me avokatin tonë, nëse Ma të dhime, sot ka bu në shkru. kur që është ti për gjumit? Na thuj. Edhe organizohna. S'ko shansa, në E flasim me dhe. Mor heq bre, shansa të uritin në ka. Pa e reduz gjykata është mashtruese. Pikërisht. Që unë dure që ta japi, që dalë në që ajo një mashtruese, qa dush bërë që ka. Anisa është e bindur që zonja Lena është mashtruese, por kjo tashmë ka pak rëndësi. Problemi është se sa mund të jetë shuma që do të kërkoj. Ajo mund të luajnë për 100 për me të marrë 70, se gjykata thotë, jo 100 për 70. E kuptove? Shpërblimin, dhe më shpërblen Për dëmtim imazhi. Anisa jo vetëm që ka refuzuar të bashkëpunojë gjatë gjithë kohës, por është dukshëm në siklet në një darkë që supozohet të ishte relaksuese. Të shqetësuar na. Unë më shqetsu t'jo, po më shqetson fakti që kam nisa jo. Në gjatë, Anisa, në qoftë se ti po bëhesh keq, atëherë e mbyllim këtë mohabet këtu. Kam e lytë se ajo në fakti mbeta keq aty që... Skepse, ne jemi ullë për me fol. Nuk kemi ardhur këtu me nevu para përgjithësisë. As ty, as këtë, as atë tjetër. Ne po diskutojmë. S'ka nevojë të shih po bëhem keq, lutem. Shumë keq. Kalzoj. Shumë keq. Se ajo ka vazhdu me mesazha përmes njerëzve që e kanë shkruar tampon pse ke mashtru çikon ty thon ai ka me çapi do të krokodil dhe Ndërkohë, biseda në tavolinë ndërpritet nga një lajm i minutës së fundit në televizionin të shtatë. Konkretisht në rrugën B, ku një person është thirrur me thik. Sipas informacioneve fillestare, i dyshuari për këtë sulm është filmuar nga kamerat e sigurisë të njërit prej lokaleve në afërsi të vendit të ngjarjes. Redaksia jon ka siguruar pamjet e të dyshuarit dhe po i publikon për të ndihmuar në identifikimin e tij. Në këto pamje shihet Nardi, ushëriri i autorit ton, i cili vrapon me një thik në dorë pasi ka qelluar një person. Ai ishte fjalli. Vajzat kanë mbetur vetëm dhe Edona e cila nuk po e mban më lojën, mundohet ta sqarojë Anisën se çfarë po ndodh. Që djali që të mloj, që ka thirrë ti ka që do të lyp policia, është kushërim një talante. Po nuk të po kushëria djali, ne e kam fut me kërë. Në Prishtinë. si problem. Por të tia ka pas problem, nuk e njoh. Talante po kushëria, ta mos të shëpër. Po bozalla. Ha? Është një jam i këtë që ka ardhur me mua. Ka pas një problem në e këto, a? Jo, më. Ai që duke, s'ka një orë që ai ke që Jo, më s'ka ardhur me këtu. E mirë. Ama do të të që? Jo, sa kam bërë. Pasi ka qëndruar për pak qaste me vajzat, Taulanti largohet për herë të dytë, duke i lënë vetëm në një situatë që nuk premton asgjë të mirë. Ka pas një problem në e kënë. Nuk e të njohës. Qysh nuk e dhe. Po nuk e di, Shko që të marrë është duke që të fyzisë rësumë. nuk e di, ama të merë policia të e lypë për kanë. Shumë të rinjë.
Që të tha, ja, në kushta shenjë të lejmë si konstituti, lejmë. Ndërsa të dyja po diskutojnë për ngjarjen, në sallë hyn Nardi, i cili kërkon shpëtim tek personi i parë që sheh. Brahja Ky debat mes Anisës dhe Nardit duhet ndërprerë sa më shpejt, për më tepër kur shohim se Mikesha jone, e cila ka marrë thikën në dorë, nuk po trembet as pak nga ky vrasës i pamëshirshëm. Oje, zbënja i gore, qështo e zbënja? Që shka mirë më shabu zbënja i gore. Prek ma zangrën. Okej, na fal. Pani të shumë tam. Në vogël? Në se s'ta më shofa me ta. Aniko, qka për e kje pun? Ta ulla. Po në falë të qëve për lejnë na? Në këto moment, kur i gjithë diskutimi është përqendruar tek incidenti i thikës, Anisa vazhdon ta ketë mendjen tek Lena. Jeni të degeneruar, jo them këtu. Anisa vesele, farë stresi ma këni njëre me ato. Se të mu drisë trupe, ty tjetët ka me të myqë sa së të nolën kamerat për një me lojme kime dollë. Më falë, Lena, është ta pak u qarta publikit oshër, po në qonë teme vazhdi ato të krimet nuk bënë. Kështu që nuk kam komendo të mu dritë trupe dhe të dhe qëtash kur të kryes i kalëzaj. Pse më ma bo më ki canë? Që më kini gjanë? Më ke qartë krejtë mëre? Ku e du në kam e të mirit?